Bia dhe Edi përfshihen në një debat të ashpër që shndërrohet menjëherë në një nga momentet më emocionuese të ditës brenda shtëpisë. Atmosfera mes tyre është e ngarkuar dhe tensioni ndjehet në çdo fjalë që shkëmbejnë. Bia, e irrituar dhe e lënduar nga disa sjellje të Edit, nuk heziton të tregojë hapur ndjenjat e saj. Edi, ti je delikat si burr, thot ajo me një ton të prerë dhe plot inat, duke I hedhur një shikim të fortë. Ti nuk je njeri I mirë, po më përdor vetëm për lojë, për të tërhequr vëmendjen dhe për të manipuluar situatën. Nuk dua të jem pjesë e kësaj. Edi përpiqet të përgjigjet, duke u përpjekur të mbrojë veten. Por Bia nuk e lejon. Ajo vazhdon të shprehë emocionet e saj, duke ndjerë se po flasin shumë gjëra që e prekin thellë. Unë nuk mund të besoj se po më trajton kështu. Mendova se kishte diçka reale mes nesh, por ti vetëm po luan lojën tënde, thot Bia, ndërsa zëri I saj fillon të dridhet nga emocioni. Pas disa sekondash heshtjeje, emocionet marrin kontrollin dhe Bia shpërthen në lodh. Lotët rrjedhin natyrshëm ndërsa ajo përpiqet të mbajë qetësinë, por zemërimi dhe zhgënjimi e bëjnë të pamundur këtë. Shikimet e banorëve të tjerë janë të mbushura me shqetësim, disa përpiqen ta ngushëllojnë, të tjerë shikojnë situatën me habi dhe tension. Edi duket I shtangur dhe I pakëndshëm, nuk kishte pritur një reagim kaq të fortë. Ai mundohet të thotë diçka, por fjalët nuk dalin lehtë përballë shpërthimit të Bias. Çdo shprehje e saj duket e sinqertë dhe e thellë, duke bërë që ai të ndiejë peshën e asaj që po thotë. Bia, prit. Nuk ishte kështu. Nuk doja që të ndiheshe kështu. Përpiqet të thotë Edi, por zëri I tij tingëllon I pasigurt dhe I shqetësuar. Bia, megjithatë, nuk mund të ndaloj lotët e saj. Ajo ndjen se ka qenë e manipuluar dhe ndjenja e tradhtisë dhe zhgënjimit është shumë e fortë. Përplasja e tyre nuk është thjesht një debat, është një moment ku emocionet, besimi dhe ndjenja personale dalin në pah në mënyrë dramatik.